aziatik që do t'ju tregoj në shtëpi. Edhe kjo është e veshja për sot. Ishte aq shumë vap dhe përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea. Në shtëpi dhe tani do bëjmë oso buko. Mish, do më thënë kë mishi më kujton gjithmonë Tom dhe Jerry. Edhe duhet 2 orë të paktën të gatuhet në tigan. Unë do ta bëj të thjesht me hudhër, pak dafin, sepse rozmarin nuk kam, me rozmarin dhe shumë herë më mirë. Edhe me erza. Do ta lë në tigan për 2 orë, do më thënë me zjarr shumë të avasht. Mund ta bëni edhe me salcë, pastaj me qep, me miell, me domate, por nuk dua diçka me salcë të rëndë, diçka sa më të thjeshtë, sepse për darkë do bëjmë makarona me fritatatin gjalla, kështu sepse do kemi njerëz, do presim njerëz në shtëpi, dhe është hera jonë e parë që presim te kjo shtëpia, edhe do ju tregoj më shumë kur do na vijë dhe çfarë do gatuajmë. Për tani do përgatisim drekën. Normale dhe uj, që do doj më mirë lëngë mishi, po më nuk kam në ato kolagenit që kisha futur në frigorifer, që kisha bërë vetë ato gelatina. Kështu do t'i hedhim uj, mund t'hedhe pak verë të parë. Presim për darkë familjen e Alvios, mamin dhe motrën e Alvit. Motra e Alvit do kujdeset për Ruçin, këto ditë që ne nuk do jemi. Edhe prandaj kam bërë pak pazar, ajo ka shumë qejf gjërat koreane. Edhe do t'i bëj një kështu box, një kuti me gjërat lezetshme me snack, që kur të vi këtu, hajde gjërat të mira. Do ju tregoj tani çfarë bëra. Edhe më pëlqeu shumë ai dyqani që ishte hapur me gjëra aziatike, edhe më duk fiksi e shtetit. Mora këto biskotat e fatit, që ti provojmë sot, ti hapim sot për darkë, edhe të shohim çfarë na ka rezervuar fati. Mora për motrën e Alvios këtë ramen, ma sugjeruan dhe më thanë që është më e mira te dyqani, dhe ajo ka qef edhe ose që të pëlqej. Mora këtë si snack. Në tonë në që se kene provuar ndonjë nga këto dhe kush ja vlen. Pastaj mora këto, më duk shumë cute, janë biskota. Edhe shoni sa cute. Mora pastaj pije. Këto janë shumë të famshme. Mora këtë, që mora dhe për vete, dhe ishte goxha e çuditshme, por e shishme, se po nëse e ka nivelin e pikantes, edhe ishte shumë mirë. Nuk kam me çfarë t'ua përshkruaj si shije. Pastaj këtë mogu, që është pije shumë e famshme aziatike, është si me copa, e mora me frut pasion, edhe këto që ishin si haribo, kështu me sugjeroj ajo gocën, po që janë shumë të mira. Këtë mora dhe për vete si që thash, dhe shikoni pak këto, sepse ishin shumë të çuditshme, janë kështu si elastik, por është e kripur. Ja, shikoni si është. Është shumë e çuditshme. Dhe shumë pikante. Ja, janë nga rrugës dhe ka një aromë goxha të rënda. Këto mora gjitha, do t'i lë bukur, e t'i vendosë një kartolin. Edhe do bëjë dhe disa punë vogla që të jetë shpia sa me rregull, se normale do na me njerëz. Por do bëj gati edhe valixhen. Sot për darë do përgatis makarona me karkaleca, do skuq disa karkaleca. Kam një peshë në tapet atë në air fryer me procesin e skarës. Edhe nuk e di, në gjëra kështu tek kuzhina
e detit, se kështu të Alvia të lutem këto, se këto bën më të mirat edhe është hera e parë që unë gatuaj për njerëz që nuk ka ngrënë zakonisht në familje, domethënë përveç familjes time, herë e parë që gatuaj për të tjerat. Se edhe për Ariolën, kaq, për këta persona kam gatuar. Dhe mua më pëlqen shumë gatimi edhe dua që të shoh edhe në qoftë se njerëzit e tjerë do e pëlqejnë. Edhe më uroni fat. Të dalin sa më mirë dhe mos ta djegim darkën që do bëjmë, por do t'ju tregoj çfarë do bëjmë, si do dalin, si kështu, do ta bëj bukur për tavolinën. Edhe mora ambules, ka marrë ambulesa kështu kartopeceta për që janë kastile, cop, edhe pjata gjëra të bukura. Ta bëjmë sa më bukur tavolinën, me pak fjalë. Po i vendos në këto, të marrë një kuti edhe do t'i fusim atë. Pakoja, shikoni sa cute që doli, më super pëlqen me kartolinën nga Bire. Dhe shikoni çfarë kemi këtu. Bëra një super dëm, sepse ka marrë një nga kamerat më të mira për të realizuar video, që është kjo, këtu, FX30. Edhe e kisha ëndër që ta merja, edhe e mora. Në shikoni sa shumë me dua unë punën time në YouTube edhe dua që kualiteti të jetë maksimum edhe realisht të shihoni videot që unë bëj edhe mundohem gjatë gjithë kohës, pse jo të investoj për këtë gjë. Edhe kjo është kamera ere. Nuk e di. Është e papar, sepse ka një mik i Alvit dhe e provuam, por ne kemi porositur dhe lenten dhe ka shkuar në Gjermani, nëse do i keq që ta shoh, sepse nesër jam tek motra, gjithashtu i mora dhe kartë, vetëm kartën ja ka marrë të mirë, cilësore, ka kushtuar 150 euro një kartë. Që kush merr vesh në këto gjëra se di, domethënë një kartë kaq lek, që për mua është shumë, sepse gjithmonë i kam marrë diku të 20.000 lek, por duke marrë një aparat shumë të mirë, normalisht do të support maksimum. Edhe është kjo, mund ta shikoj veten, është e papar, domethënë është për një nivel tjetër. Edhe ChatGPT-ja kështu po më thosh, është e paprues edhe miku Alvit që merret me këtë punë dhe është një nga kamerat më të rekomanduara. Është me lente, nuk punon pa lente, domethënë të filmoj ta ndes nuk punon, sepse do lente me patjetër. Kjo është vetëm trupi, kushtoj goxha, kushtoj shumë, se jo e morëm këtu në Shqipëri, normalisht çmimet janë pak më të larta, por prapë edhe si vetë si kamerë kushton shumë, ndo është vetëm trupi, pa lente pa asnjë gjë, dhe duhet i pleqet gjithkohës lente. Ka marrë një version lente që më pëlqeu më shumë dhe mendoj se do më përshtatet më shumë, por normale në të ardhmen, pse jo, mund ta shtoj koleksionin tim. Edhe më uroni fat me kamerën e re, shpresoj që të filmojmë me këtë në Gjermani për ta marrë. Do ju tregoj hap pas hapi, ndërkohë mishi doli super i mirë, po unë pak hëngra, nuk kam shumë rekt, edhe duhet që të nis të përgatis darkën, se vajte ora kështu. Edhe do vendos në tavolinë edhe peshk edhe mish, po vetëm për ta provuar se shumë pak mish kishte. Thjesht e kisha nxjerrë në mëngjes, pa e ditur që do i prisnim për darkë, edhe prandaj. Por do bëj gjëra shumë të shishme. Morëm edhe më shumë karkaleca, sepse kishim në frigorifer, i kam nxjerrë për të shkryrë që parë, edhe blem prapë karkaleca, morëm pak kalamar, mori Alvi, jo do bëjmë pak linguini, jo do bëjmë një peshk në air fryer me procesin e zgarrës, edhe shpresoj që të dali ushqimi sa më i mirë. Edhe do ju tregoj gjërat që do gatuaj. Rregullova dhomën, do t'i jap edhe një larje tani, edhe
shtëpia është shumë e pastër, do nis që të përgatis valizën time modeste, sepse kam rroba pafund të tij që më kanë shkuar në bashkëpunime, plus kam dhe rrobat e erësit, por do marr dhe kompjuterin me vete, që kështu do bëj ato gjërat e rutinës sime të përditshme të skincare-it, edhe 2-3 rroba bazike, edhe do jemi në Gjermani. Kështu po, kam një vit që nuk kam vajtur. Edhe ja, kjo ishte blerja e fundit që bëra. Dalëm në një vend të mirë që ta marrim nesër me vete. Ruja po ruan të ndyshet, sepse kemi pa fund. Ruqi, këtu tek lagja. Edhe u knaqë. Hello nga unë. Po pres njerëzit, duan 2 ose 5 minuta që të arrin, edhe i kanë dritat. Isha bërë të gjitha gjërat gati për të bërë pasta. Hello, është ora 6 pa në qerek, edhe në orën 6 kishtim fluturimin dhe jemi këtu po, sepse unë pëm avionin. Sepse Albio e bëri, e mori bileto në një aplikacion, edhe harroj të bënte check-in-i. Edhe donim të bënim check-in-in online, nuk u bë, edhe kemi bërë një lëmsh, paguam vendet nga Dortmundi në Tiranë, 18 euro personi, për të ullur me këtë, paguva 18 euro. Nejse kjo, me idenë që ne po bëjmë check-in-in, vajtëm aty të sporteli na tha nikni provonin që se ju lejon, ju hapet ajo. Edhe barkodi, edhe provuam, tha ju keni bërë Dortmund-Tiranë, jo Tiranë-Dortmund, e rirehatani. Vajtëm e vrap aty tek check-in-i, na tha që nuk keni kohë, ishim gati 50 minuta para fluturimit, edhe na tha nuk keni kohë për ta bërë check-in-i, duhet ta kishit bërë më herët. Jam e dashur shumë e mirë sepse as nuk i kam bërtitur dhe as nuk kam bërë asnjë gjë, po mërzita. Edhe çfarë bëm ne, gjeni çfarë, sapo prem biletat, pra për ndërmend. Ne do ikim, është shkruar që ne do ikim. Edhe nga ora tani është ora 6, e kemi fluturimin 11:30 dhe jemi kështu në dilemë. Edhe me gjithë këto me 12:30 dhe jemi në dilemë me gjithë këto gjëra, jemi duke kursyer tek 22 euro që do t'i japim tek taksis për vajtje ardhje. Shikoni ku po kursejmë tani, të nxjerrim lekët e vendit që do ulem me këtë kur të kthehem. Po realisht stres, edhe pse ne kemi marrë pak në sportivitet, mira thash po. Po ky duhet vrarë. Ja, thjesht është një shenjë që ne nuk duhet t'i kemi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Po mirëmëngjes, është ora 9, shifeni. Është ora 9:20, edhe mirëmëngjes duhet të them, se fjetën gjumë zjuan prapë dhe tani se me prarën, por na për kjo taksia më vjen turp që i kam shkoj 2-3 më duhet taksi. Qa pën kjo, more? Të tani e bëm si kur e bëm video nga bim qëpare dhe tani bëm repeat. Do ikim në Gjermani njerën.